Përshëndetje për të gjithë, veçanërisht kësaj rove këtë video e bëj për kandidatët që kanë garu për zgjedhje lokale me 12 tetor, qoftë në Ferizaj, qoftë edhe në komuna tjera. Unë sot kam bërë një iniciativë ku kam kërku nëse bëhemi shumët nga këta kandidatë që kemi garu për zgjedhjet e 12 tetorit, atëherë paralelisht, për shembull, në Ferizaj, ata që kanë garu në Prishtinë e vende tjera, kudo në Kosovë, mund grumbullohemi, mund të bëjmë kërkesë tek KQZ-ja, kërkesë të avokati po dhe të kërkesë tek prokuroria themelore që lidhur me rezultatin zgjedhor të paraqitur dhe të certifikuar nga KQZ-ja për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Kjo për arsye se KQZ-ja tash 2 muaj më pas do të thotë 2 muaj e gjys gati po i bjen kur janë mojt zgjedhjet lokale, janë bojt edhe zgjedhjet parlamentare. Si që keni vrejt KQZ-ja ka një hipokrizit mo, unë jam ende në gjykatën kushtetuese me ta, pasi thjesht për zgjedhjet lokale atyne pash e di nuk e interesant kur gjohë goti së të mos për kuvende komunale. E keni po dhe mediat, ma shumë janë fokusu në kandidat për kryetar që i kam thonë si pashallar për i mendojnë, dërsa për kuvende komunale asë që mërzitën. E kur vinë zgjedhjet parlamentare, kur ndodhi njëti proces, pastaj ju bjen men bin këmbonat. Kjo ka ndodhur në 2009 në 2010. Kjo vjedhje industriale ka fillu, kjo ke çmërdërim nga komisioner, që unë e kam qenë që është 2009, demokracinë në lupën e komisionerëve. Ka fillu në zgjedhje lokale në 2009. Pastaj në 2010 dhe nuk kanë reaguar, pa ta reaguar media, ta s'kanë reaguar. Çka ndodhi? Në 2010, pastaj mbajtën zgjedhje parlamentare dhe kur u bëja vjedhje industriale, e po njerëzit që çka po bëj kanë edhe komisioner, çka po ndodh ka valla kesh ka patën mendu me fillu me bo ndryshim në ligj zgjedhor i cili nuk u bë kurrë. Këto në 2023 ai ke ndryshim kozmetik, absolutisht kozmetik, edhe prandaj kanë këto pasoja. Edhe tash, e vreni, në zgjedhje lokale nuk mirën qaç janë inert, po edhe organet shtetërore, edhe sistemi i drejtësisë e aprovon shkeljen. Para mendon e kam rastin konkret, ankesën time, ku Gjykata Supreme, veç imagjinoni çfarë skandali, Gjykata Supreme në ankesë teme vendos mu më thot, unë kandidat i pavarur, certifikuar nga KQZ-ja, thot ty nuk takojnë komisioner se si e certifikuar nga KQZ-ja. Veç nëni çfarë njerëz ka aty, do të thonë ty ti shkel drejta me dy kom, edhe thotë që këta janë zot. Unë jam anku në gjykatën kushtetuese para zgjedhjeve, do thotë qysh shtator, nuk kanë marrë vendim ende gjykata kushtetuese se i mbrojnë kolekti vet. Edhe kanë leju me kalu kohë, që pas 12 tetorit më kanë e pavlefshme. Unë i kam shkruar gjykatës kushtetuese para me rrezik vonese, i kam shkruar disa herë ankesa dhe ja kam plotsu ankesa tjera që po rrezikohet më vonu procesi pas 12 tetorit edhe ata nuk kanë reagu. Prandaj edhe pas 12 tetorit kam bë plotësim shtesë për përgjegjësinë e tyre. Njëkohësisht kam kërku edhe për sëritjen e zgjedhjeve, po edhe të marrin vendim që mu kanë shkel drejtësia kushtetuese, për shkak se nuk më kanë leju me i përmbush gjitha obligimet ligjore, do thotë me i përdor gjitha obligimet ligjore, gjitha të drejtat ligjore që i kam. Edhe plus kam kërku edhe si që dini edhe nga presidentja e vendit që në basnenin 118 kushtetutës Kosovës që ti merr përgjegjësi antarët e gjykatës kushtetuese për gjest që kanë qenë për lëndën time, për vonesën me qëllim, në shpërputhje të plot me Konventën Evropiane për Drejtat e Njeriut dhe me praktikën e Gjykatës Evropiane për Drejtat të Njeriut, pasi ne ende nuk jemi antarë të Këshillit të Evropës, se më kanë antarë të Këshillit të Evropës momentin që antarësuam komi batu këta, se s'ja vlan, thjesht atë si janë katastrofë, domethënë. Mirë po në ndërkohë unë po pres ende që presidentja të merr bos autorizimin të vetë kushtetuese, bos ne 118 kërkoj përgjegjësi nga këta gjykatës edhe të inicioj shkarkimin e atij gjykatësi përgjegjës.
mos ta devijoj, po është kuadër të këtij procesi zgjedhor të 12 tetorit. Prandaj, çka kemi në kësaj rrolle? Kur ju ka ndodhur ky mospërputhje e madhe, do thotë që kanë hetu KQZ-ja për zgjedhjen e 28 dhjetorit, këta mjerë kanë marrë vendim mu bo rinumërimi i gjitha mbi 900 vend votimeve. Ferizoi në këtë rast i ka 152 vend votime, ose për me kuptu qytetarët janë ato klasë ku shkanë me votu si cilë 152 vende. Komplet Ferizoi 152 vend votime ka shku në rinumërim. Kjo i bjen që në qendrën komunale për numërim ka pas keqpërdorim enorm të vullnetit të qytetarëve. Tash veç imagjinoni, janë të njëjtit komisioner, po thujse të njëjtit. Shumë pak ka mujt me ndru, po kjo verifikohet. Vërtetu, kush o ka me 12 tetor në QKN dhe kush o ka me 28 dhjetor. Edhe tash, momentin që janë të njëjtit komisioner, ose 90%, ose 80%, kryesura shumica janë, atëherë a priori lind dyshimi që të njëjtin manifestim, të njëjtin vepër e kanë bo edhe me 12 tetor. Do thot mundësia që ata kanë deviju vullnetin qytetarë është shumë e madhe. Prandaj ne mund të kësaj, ne mund këtij vendimit të KQZ që kanë marrë për 28 dhjetorin, për zgjedhje qendrore, sa aty edhe më shumë, si për këta është më me rëndësi parlamenti, për parlamente lokale nuk e çojnë kokën. Do thot është i njërin total, është në çmim, që është në kundërshtim me bazat e demokracisë, pasi demokracia fillon me komuna, me zgjedhje lokale e tutje. Po këta thjesht pasi paguhen janë më të lidhur me nivel qendrore, përfaqësimi, i kanë ato interesat edhe për çato i kushtojnë më me rëndësi zgjedhjet qendrore, se sa lokale këtu i lajnë, do të thonë heq. Po ne kemi drejt. Ne kemi drejt mu anku. Ani pse janë certifikuar zgjedhjet. Që për unë kom pasur reagim realisht në atë kohë, ani pse janë certifikuar. Tash, ky vendimi për rinumërim, përsëris, vendimi i KQZ-s për rinumërim, për shembull në Ferizë, 152 vend votime, është provë, është bazë për neve me nis padi, qoftë ndaj KQZ-s, me nis, me i bë mas pari kërkesë KQZ-s për mi rinumëru gjitha flet votimet e 12 tetorit. Edhe ato të pavlefshmet. Edhe ju veç mi rinumëru, mi skanu, unë e kam kërku edhe mi skanu. Mu kanë thonë, personalisht, Shaban Rejgja, kanë qenë anëtar tjetë të Këshillit Komunal Zgjedhor, që kanë mu skanu, kështu kanë pos ata informatën që flet votimet kanë mu skanu. Së unë jam taku para se kur ka fillu procesi i certifikimit kandidatëve. Edhe thjesht unë ka interesu për integritet të zgjedhjeve, akome, po s'karim që nami po flet votimet e skanume edhe me i besu ati procesi. Ata më kanë thonë që kanë mu skanu. Po në fakt nuk kanë ndodhur. Edhe prandaj ndodhin këto sanë. Prandaj shekull 21, shekull inovacionit, shqiptarë shkojnë njën me dorë se duhet me ia dhënë mundësinë me vjedh aty njerëzit, me i damtu, me deviju vullnetin qytetar. Kur i skanën, i shten skaner, ka programe automatikisht e din shumë shpejt sa kush shka ka marrë, çfarë vota, tek vota kanë marrë. Pa pas nevojë për intervenim njerëzor, se kush njëri e kanë ble. Këto nuk po paragjykoj, po po shihet, domethënë devijimi i vullnetit qytetar po shihet, kjo është lëndë, të janë lëndë për prokurorinë. Po ajo që lidhet edhe me zgjedhjet lokale është që në këtë rast prokuroria masi të bëj hetime, mas pari e vërteton që janë të njëjtit komisioner, për shembull, cilët janë, sa janë. Dhe me vetë fakti që ata komisioner kanë marrë pjesë me 12 tetor, e shtrin kohën e hetimit edhe me 12 tetor. Na do të me kërku ato. KQZ-ja do të më ofru prokurorisë incizimet se KQZ-ja për zgjedhje parlamentare i ka shiku incizimet që kanë bërë komisioner për zgjedhje lokale. Vetë një bera kanë shiku në incizim, po s'javë një imbre heq, për që ato do të mi detyru, na do të mi detyru. I bojmë kërkesë edhe prokurorisë që me i detyru, i kanë ende materialin zgjedhor, nuk e kanë zhduk ende, e kanë materialin zgjedhor të 12 tetorit.
le ti shikojnë me dumit e torin qizime, le ti shikojnë, le ti morë musat, apo përputhen votat e kandidatëve me votat që janë regjistru zyrtare me votat që janë në kutia. Nëse përputhen, para ju kuft. Po nëse nuk përputhen, atëherë le ta anullojnë këtë proces. Është e drejtë e jona me kërku një verifikim. Kërkush nuk mund me na ndalu këtë kërkesë. Tek i fundit, sa për njoftim, është neni 45 i Kushtetutës së Republikës Kosovës. Ka edhe neni tjera dhe boza tjera, por neni 45 ka të bëjë me të drejta zgjedhore dhe të pjesëmarrjes. Është neni 45 paragrafi 1 dhe paragrafi 2, që po jam lexues jam tash. Neni 45 thotë kështu: çdo shtetas i Republikës së Kosovës që ka arritur moshën 18 vjeç, qoftë ditën e zgjedhjeve, gëzon të drejtën të zgjedhë dhe të zgjedhet me përjashtim kur kjo e drejtë kufizohet me vendim gjyqësor. Paragrafi 2. Vota është personale, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë. Do thotë këta pecenojnë këtë votë, edhe për na i cenojnë neve drejtën për mu zgjedh. Si që shtu ta cenojnë kur ta devijon këtë votë. Do thotë na kemi drejtë, edhe në bazë në 45, që edhe paragrafi 3 që e mbështeto, thotë institucionet shtetërore mbështesin mundësitë për pjesëmarrjen e çdo njerit në aktivitete publike dhe të drejtën e secilit për të ndikuar në mënyrë demokratike në vendimet e organeve publike. Prandaj, për me konkretizu, unë jam për idesë që ne me i mbledh në shkrim me bon një kërkesë konkrete, do të thotë kërkesa me u drejtu KQZ-s për rinumërem të drejtorit, rishikim të materialeve. Nëse ata e refuzojnë, atëherë ngrisën pa di. Bojmë kërkesë të avokatit popullit, edhe i bojmë kërkesë prokurorisë themelore në Ferizë, në këtë rast edhe ata komuna tjera se cilin në komunë të vetën, për hetim bazuar në shkeljet e 28 dhjetorit, për me zgjeru hetimin edhe me 12 dhjetor, pasi është kohë e shkurt edhe janë njerëz të njëjtë. Edhe është lënda e njëjtë, do thotë lëndë zgjedhore. Edhe këta pastaj kanë obligim, e din organet e rendit, prokuria, KQZ-a s'ka çfarë pa ja gjetin qizimet me 12 dhjetor. Nëse dalin përfundim edhe njerë, nëse vinë përfundim, që unë po besoj që ka pas keqpërdorimi, absolut, ka pas, janë po pak të sene, edhe atëhere, si të vërtetohet që ka pas keqpërdorime, ky proces kthehet në pikën 0 dhe për zgjedhje lokale, edhe dalin organet legjitime, jo me mshef hajnin, jo me legjitimu hajnin. Bollë keni bo burllak. E di thjesht bollë keni bo burllak. Unë jam në gjendje ende me KQZ-n edhe me njerëz tillë, me indeve tillë, me ushtrym me legj deri në fund. Pasha se nuk lejoj ma shkel të drejtën time që e kam garantuar me Kushtetutë e Republikës Kosovës kërkan. Thjesht. Prandaj ju bëj ftesë edhe kolegëve tjerë që bashkërisht ta bëjmë një kërkesë të tillë. Një kërkesë edhe nënshkrimi i gjithë atyre ta zonë. Kërkesa bëhet për Ferizaj, nënshkrimi i gjithë kandidatëve, ata që dojnë mund nënshkru, që e mbështesin këtë kërkesë edhe i dërgojmë. Nëse kjo nuk është çështje një individi, ato që janë konë çështjet një individi, unë i kam dërgu për vete, në këtë rast nuk më takon vetëm mua të kërkoj, po do të bëhemi një grup i kandidatëve. Pra, nëse jeni e përses të interesuar me e çu drejtësinë në vend, ju bëj ftesë kandidatëve për asamblejë komunale në zgjedhjet 12 tetor 2025 që ta bëjmë kërkesën të mbledhën në shkrimet tona dhe t'ju drejtojmë organeve që i përmenda. KQZ-s, prokurorisë, eventualisht avokatit popullit. Sot është 18 janar 2026, ju përshëndes edhe mos u dorëzoni.